Mbrëmjen e djeshme, pas përfundimit të spektaklit, Rozana Radi dhe Gjesti patën një debat të ashpër në dhomën e gjumit, ndërsa banorët e tjerë po përgatiteshin për të fjetur. Gjesti ja akuzoi Rozanën për provokimin, duke i thënë: "Ti duke provokuar në prime del me skandal më shumë se unë. Unë kur nuk i kam provokuar vajzat." Rozana reagoi me tone të ashpra. Gjesti, më dëgjo me respekt. Boll fole budallalqe. Situata u tensionua më tej kur Gjesti i tha: "Mos u zhvesh më ashtu, mbaje marrën tënde." Ndalu Rozana Radi, i ki do vjet. Rozana ju afrua krevatit të tij, por ai e refuzoi duke i kërkuar të largohej. "Të lutem, mos mu afro. Më lër të qetë, je duke më ndjekur." Debati kulmoi kur Rozana i tha: "Nëna jote është nëna jote, unë nuk jam nëna jote. Një fëmijë si ti nuk do ta doja kurrë." Kjo përplasje ka ndezur diskutime të shumta mes shikuesve, duke sjellë reagime të ndryshme në rrjetet sociale.